Në një intervistë të zhvilluar së fundmi, Jacqueline Lekatari ka shprehur opinionin e saj për marrëdhënien mes Gjesit dhe Eglit, duke cituar atë si toksike dhe të dëmshme për të dy. Ajo ka kritikuar ashpër Eglin duke thënë se ajo ka manipuluar me Gjesin gjatë gjithë kohës. Në lidhje me shihen që i ka lënë kjo marrëdhënie, Jacqueline e përshkroi atë si shumë përfaqësuese të brezit të ri. Më ka lënë një shije të marrëdhënies së gjeneratës Z, që nuk është një dashuri klasike, nga ato dashurit me fejesa, martesa dhe unaza, një marrëdhënie e gjeneratës së re, e cila zihet, pajtohet, merret prap, toksike, një marrëdhënie që lindi nga nevoja që të kemë dikë që të mbështetem emocionalisht, që të bën të mbihetosh emocionalisht, dhe që është një ishull shpëtimi dhe një njeri që nuk të gjykon brenda kontekstit të bigut, deklaroi Jacqueline Lekatari, duke mërzitur sadopak fansat e Eglit. Nga ana tjetër, Jacqueline Lekatari ka pasur gjithmonë superlativa për lojën e Gjesit brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri.